Rrethanat të cilat kanë dalë tashmë pas 15 muajsh dhe natyrisht zoti Meta si person I cili ka udhëhequr, ka drejtuar dhe ka menaxhuar këtë vend, ka detyrimin e tij moral që të flasë, të komunikojë me publikun në anën tonë, me anë të avokatëve, pasi siç edhe ju e dini, ai është tashmë izoluar në një izolim total, I pa precedent kjo sot në Europën demokratike, një izolim që e gjejmë vetëm në Rusinë e Putinit apo në Bielorusinë e Lukashenkos, padyshim edhe në regjimin e Erdoganit dhe Tajranin e ajatullarëve e gjejmë sot në Tiranë. Pra presidenti, ish presidenti dhe presidenti I Partisë së Lirisë, zoti Meta, që në fakt është numri 2 opozitës dhe me parti opozitare parlamentare, nuk I jepet mundësia që ai të komunikojë me qytetarët, të komunikojë me kolegët, me bashkëpunëtorët dhe me të gjithë ata që ai duhet flasë dhe duhet komunikojë. Padyshim pastaj me anën të mediave, me publikun. Gjithsesi kjo është ana politike. Problemi është që hetimet kanë përfunduar prej datës 4 gusht të vitit 2025. Dhe prej datës 28 gusht 2025, zoti Meta gjendet është në seancën paraprake. Që do të thotë një seancë e cila duhet të përfundojë ligjërisht, flasim, brenda një muaji, dhe pastaj çështja o pushohet ose kthehet për hetim ose do kaloj në gjykim themeli. Ne sot jemi plot 4 muaj e gjysëm dhe nuk kemi nisur seancën paraprake. Nuk kemi nisur seancën paraprake, që do të thotë është një shkelje e rëndë shumë e ligjit procedural penal, e kushtetutës, padyshim dhe Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Dhe kjo e ka rënduar akoma më shumë pozitën e kësaj drejtësie që tashmë është kthyer në drejtësi inkuizitore, ku ne, unë dhe kolegu, para vitit të shkuar, pra para vitit të ri, kemi bërë një kërkesë për zvendësimin e masës duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana dhe në çështje në momentin ku ndodhet situata, pra çështja. Dhe kjo kërkesë ishte e bazuar jo me dëshirën tonë për të nxjerrë ose për të zvendësuar masën presidentit. Padyshim dëshira është, por për të I dhënë pamjen e një drejtësie që funksionon. Por përsëri gjyqtarja Irena Gjoka, që unë e besoj ishte kapur, është e shantazhueshme dhe unë e besoj ishte në hall të madh, por nuk ja zgjitim dot as unë as kolegu është dhima halli I gjyqtares, nuk e pranoi kërkesën dhe ka rrëzuar. Gjithsesi ne do vazhdojmë, kjo është një betejë ligjore. Dhe padyshim që do ka shkallë të tjera gjykimi, por e thash këtë, e bëra këtë rezume për të thënë që presidenti Meta sot është në kushte paraburgimi të cilat I kanë kaluar çdo lloj standardi ligjor. Kushtetues. Padyshim dhe human, kuptohemi sepse drejtësia ka dhe humanizmin brenda. Dhe nuk po flasi për njerëz të zakonshëm. Jo se njerëzit të zakonshëm nuk duhet të trajtohen, të kenë trajtim dinjitoz, jo diskriminues e kështu nga drejtësia. Por po flasim për presidentin e Republikës, I cili është sot kryetari dytë I partisë opozitare. Dhe kur sillet drejtësia me një personazh të tillë që ka historinë mbikuriz, historinë politike pluraliste 34 viteve, imagjinoni çfarë bëjnë me qytetarët e thjeshtë këta. Që ne I dim, unë dhe kolegu I dim çfarë bëjnë, por ne jemi detyruar t'ua themi publikut. Ne nuk kemi ardhur këtu sot të bëjmë viktimën, absolutisht jo. Ne jemi në të drejtën tonë. Sepse ndaj zotit Meta është hedhur një balt në mënyrë 24 orë pa pushim, e kanë bërë, e sulmuan për reformën në drejtësi, e sulmuan me gjykatën kushtetuese për të hequr mandatin, e sulmuan, e bën dhe spiut sigurimisht shtetit, pra dështuan në të gjitha format, dhe kush mbeti që tjetër, duhet ta arrestojmë dhe ta mbajmë në burg. Pra burgu, paraburgimi I tij sot është burg, është këtu në burg. Kjo është ajo që e cënon shumë rënd liri dhe të drejtat e njeriut. Kjo është, dhe ne për këtë kemi thënë, dhe unë prandaj kam folur edhe herë tjera, dhe prandaj flas çdo ditë, dhe kolegu. Ne flasim për standardin që duhet të ketë një shtet
normal, demokratik. Minimumi, ne kërkojmë minimumin, nuk kërkojmë gjë. Standarde, as të Francë si sillen francezët me Sarkozyn, as si sillen italianët apo gjermanët me liderët e tyre që i marrin në përgjegjësi penale. Jo, ne kërkojmë standardin minimal. Standardin e minimal të shtetit të së drejtës. Kaq kërkojmë. Dhe balta që shtet mi zotin Meta ka qenë e mbi pasurinë e tij. Sepse të gjithë lumit të kësaj shoqërie, qofshin këta analist politik, qofshin avokat, qofshin çdo lloj gjëje që ka patur, që ekzistojnë qenie humane në këtë vend, nuk ka lënë gjë të dirigjuara pa dyshim ndaj presidentit Meta. Por faktet dhe provat ne na flasin ndryshe. Dhe prandaj jemi sot këtu që ne t'i themi qytetarëve shqiptar që ai presidenti juaj, ai kryeministri juaj, ai kryetari i kuvendit juaj, ai ministri juaj, nuk ka qenë gjë tjetër, ka qenë një patriot i ndershëm. Nuk ka dhënë as koncesione, s'ka dhënë as PPP, nuk ka dhënë as VKM në mëngjesin në darkë të bëj lumin e lumit të këtij vendi, ta bëj investitor strategjik dhe ta bëj me VKM pronar dhe pastaj të bëj në gjithë ditën llap në televizione për të mburur ajatullat e Tiranës. Jo, zoti Meta nuk i ka bërë këto gjëra. Dhe pasuria e zotit Meta vazhdoj ta kanë them edhe pse kemi marrë kosto. Unë dhe kolegu, është zero. Është zero. Qoftë e luajshme, qoftë e paluajshme. Sepse ka punuar me dinjitet. Ka punuar me pastërti. Kjo është e vërteta. Dhe nga të gjitha analizat financiare që ne kemi bërë, jo ato që bën prokuroria, se dhe ato që ka bërë prokuroria i ka të sunguara. Prokuroria e ka nisur në analizë financiare të presidentit Meta, e ka nisur në vitin 2002. Thua ti që zoti Meta para 2002 që nuk ka ekzistuar. S'ka qenë as deputet, s'ka pas aktivitet, s'ka pas asgjë. Pra nuk ka ekzistuar ky individi, ka ekzistuar në 2002 shjektea. Ndërkohë që ne kemi bërë analizën financiare të presidentit Meta, të gjitha të ardhurat, të gjitha shpenzimet e tij normale, siç mund të shpenzojë një qytetar jo i varfër shqiptar, po as ai luksit, por normal, i njeriu normal. Dhe tabela që më falni, se duhet të ngrihem, se do ta shpjegoj për qytetarët, se është shumë e rëndësishme kjo. Atëherë, kjo është analiza financiare e zotit Meta. Prej vitit 1995 deri në vitin 2023. Do thoni ju pse në 95. Ne e kemi marrë në 95 sepse në 1995 ne disponojmë dokumentacionin, pra për të qenë korrekt dhe mos të fryrë në mënyrë të njëanshme shpenzimet e tij, o të ardhurat e tij, jemi bazuar vetëm te dokumentacioni që ne na ka vënë dispozicion Kuvendi i Republikës, na ka vënë dispozicion të gjitha institucionet ku ai ka shërbyer. Dhe kjo është arsyeja për të cilën ne kemi nisur në vitin 1995. Ndërkohë që zoti Meta aktivitetin e tij politik e ka nisur më njëherë në vitin 1992 ku ka qenë deputet në një moshë fare të re, ju e dini këtë. Atëherë, prej vitit 1995 deri në vitin 2023, të gjitha të ardhurat e zotit Meta nga puna e tij si deputet, si ministër, si zvës kryeministër, si kryeministër, kryetari i kuvendit dhe në fund presidenti i Republikës, kanë qenë të ardhurat e tij kanë qenë 87.385.031 lek, që do thot të ardhurat e tij kanë qenë 87.500.000 lek. Kjo kanë qenë të ardhurat e tij. Ndërkohë që shpenzimet e tij për të ngrënë, për të veshur, për të pirë, për të mbajtur familjen, pra ai sa i takonte atij në pjesën e familjes, janë në shumën 39.448.375 lek. Pra, zoti Meta ka një avans, mund ta quajmë, në bilancin e tij 530 milion lek, që do thot 530 milion lek, ai i ka patur këto kursime, ndërkohë nuk i ka as këto kursime, mos mendojnë që i ka
këto, nuk i ka as këto. Sepse ka patur fëmijë, është ushqyer e kështu me radhë, pra ka patur edhe jetë ekstra. Dhe prandaj jemi këtu sot për të thënë shqiptarëve, akuza që ndërton, që ka ndërtuar organi procedurës për presidentin Meta, është që ky pas ka fituar 200.000 euro, se ku ka gjetur një shifër, kot, nuk e di ku e ka shpiku, pa është një problem tjetër që ta diskutojmë në një moment tjetër, se ajo është një shkelje shumë e rëndë, që ka hedhur në publik organi procedurës për të kamufluar dhe për të fshehur veprimet e tij arbitrare që ka bërë, pa atë do të shohim një moment tjetër, kur ne të bëjmë publike dosjen e zotit Meta, e kështu me radhë, por sot jemi për këtë. Pra, shpenzimet dhe të ardhurat dhe shpenzimet e presidentit Meta janë tashmë publike dhe ne prandaj e kemi thënë këtë dhe vazhdojmë të themi që nuk ka as pasuri zoti Meta dhe palueshme dhe as pasuri të lueshme. Dhe tashmë shqiptarët duhet ta kuptojnë dhe nuk duhet patjetër të relativizojnë zotin Meta apo qoftë edhe çdo politikan tjetër me çfarë ndodh sot me shtetin shqiptar, se nëse sot pa hyrë politikës diskutohet korrupsioni miliona euro, nuk janë të gjithë të korruptuar më. Ky është thelbi i gjës që ne duhet ta sqarojmë dhe duhet ta kuptojnë qytetarët shqiptarë, që zoti Meta nuk është ai për të cilin ka ngritur këta malin e akuzave, qofshin akuza nga ana e prokurorisë, qofshin dhe akuzat popullore, të cilat përdoren rëndom në media dhe vazhdojnë të përdoren. Prandaj që sot kjo ishte një mënyrë me prova e provuar, sepse ndryshe kur ti e provon atë me fakte, me të ardhura, me shpenzime, dhe ndryshe kur ti e diskuton në media pa prova. Kështu që kjo është fatura, është të gjithë të ardhurat e presidentit Meta, në të gjithë karrierën e tij, punën e tij politike, administrative që ka patur në drejtim të shtetit, dhe të ardhurat dhe shpenzimet. Kështu që unë nuk kam çfarë të shtoj më për sa i përket shpenzimeve ose të pasurisë së zotit Meta. Kështu që avokat mundet të sqarosh pjesën tjetër për të cilën ne jemi sot këtu. Faleminderit. Për sa i përket pjesës përndjekjes politike me plan juridik, duhet ju sqaroj edhe ju dhe opinionit publik se procedimi penal kundër zotit Meta ka nisur në 2018.